Data 31 janar. Zanathilla, kapitulli 32. Ndërsa Jakobi vazhdonte rrugën e tij, i dolën përpara ëngjëj të Perëndis. Pasi Jakobi i pa tha: "Ky është fushimi i Perëndis", dhe e quajtja të vend Mahanaim. Pastaj Jakobi i dërgoi para tij disa lajmëtar vëllait të tij Esaut në vendin e Seirit, në fushën e Edomit. Dhe u dha atyre këtë urdhër, duke thënë: "Do t'i thoni kështu Esaut, zotërisë tim. Kështu thot shërbyesi yt Jakob. Unë kam banuar pranë Labanit dhe kam qëndruar aty deri tani. Kam qe, Gomer, Kope, shërbyes dhe shërbyese, dhe këtë po ja tregoj zotërisë tim për të gjetur hir në sytë e tu." Lajmëtarët u kthyen pastaj te Jakobi duke i thënë: "Vajtëm të vëllai yt Esau, dhe tani ai po vjen vetë që të takohet me ty dhe ka me vete 400 burra." Atëherë Jakobi në zuri një frikë e madhe dhe një ankth, dhe ndau dysh njerëzit që ishin me të, kopet, bagtin e trash dhe devet, dhe tha: "Në qoftë se Esau vjen kundër njërit grup dhe e sulmon, grupi që mbetet do të mund të shpëtoj." Pastaj Jakobi tha: "O Perëndi i atit tim Abraham, Perëndi i atit tim Isak, o Zot që më ke thënë, ktheu në vendin tënd dhe pranë fisit tënd dhe unë do të të bëj mirë. Unë nuk jam i denjë për të gjitha mirësitë dhe të gjitha besnikëritë që ke treguar ndaj shërbyesit tënd, sepse unë e kalova këtë Jordan vetëm me shkopin tim dhe tani janë bërë 2 grupe. Çlirom të lutem nga duart e vëllait tim, nga duart e Esaut, sepse unë kam frikë nga ai dhe druaj që ai do të vijë për të më sulmuar, pa kursyer as nënat, as fëmijët. Dhe ti the, patjetër, unë do të të bëj mirë dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si rëra e detit që nuk mund të llogaritet se është shumë e madhe." Kështu Jakobi e kaloi natën në atë vend, dhe nga ato që kishte në përduar ai zgjodhi një dhuratë për vëllain e tij Esaun: 200 dhi, 20 cjep, 200 dele dhe 20 desh, 30 deve shumështore me të vegjëlit e tyre, 40 lopë dhe 10 dema, 20 gomarica dhe 10 mëza. Pastaj u adërzoi shërbyesve të tij, veçmas nga një kope secilit, dhe u tha shërbëtorëve të tij: "Kaloni para meje dhe lini një far hapësire midis një kopeje dhe tjetrës." Dhe i dha urdhër të parit: "Kur vëllai im Esau do të takoj dhe do të pyes, i kujt je ti dhe ku shkon? Të kujt janë këto kafsh para teje? Ti do të përgjigjesh: janë të shërbëtorit tënd Jakobit, është një dhuratë e dërguar zotërisë tim Esau, dhe ja, ai vet po vjen mbas nesh." Ai i dha të njëjtin urdhër të dytit, të tretit dhe të gjithë atyre që ndiqnin kopen, duke u thënë: "Në këtë mënyrë do t'i flisni Esaut kur do ta takoni, dhe do t'i thoni: ja shërbëtori yt, Jakobi është duke ardhur vet pas nesh, sepse thoshte: unë do ta qetësoj me dhuratën që më paraprin, e pastaj do të shikoj fytyrën e tij, ndofta do të më pres mirë." Kështu dhurata shkoi para tij, por ai e kaloi natën në fushim. Por atë natë ai u ngrit, mori 2 gratë e tij, 2 shërbëtoret dhe të 11 fëmijët e tij dhe e kaloi vaun e lumit Jabok. I mori me vete dhe bëri që të kalonin për ruan të gjitha gjëra që zotëronte. Kështu Jakobi mbeti vetëm dhe një burr luftoi me të deri në agim. Kur ky burr e pa se nuk e mundte dot, i preku zgavrën e ijes dhe zgavra e ijes e Jakobit u përdrodh ndërsa ai luftonte kundër tij. Dhe ai tha: "Lërm të shkoj se po lind agimi." Por Jakobi u përgjigj: "Nuk do të lë të shkosh në rast se nuk më bekon më parë." Tjetri i tha: "Cili është emri yt?" Ai u përgjigj: "Jakob." Atëherë ai tha: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndin dhe me njerëzit dhe ke fituar." Jakobi i tha: "Të lutem, trego me emrin tënd." Por ai u përgjigj: "Pse e do emrin tim?" Dhe kështu ai e bekoi. Atëherë Jakobi e quajti këtë vend Peniel, sepse tha: "E pash Perëndin ballë për ballë dhe jeta ime u fal." Pasi ai kaloi Penielin, dielli po ngrihej dhe Jakobi çalonte për shkak të ijes. Për këtë arsye, deri në ditën e sotme bijtë e Izraelit nuk e han gilcën e kofshës që kalon nëpër zgavrën e ijes, sepse ai njeri kishte prekur zgavrën e ijes së Jakobit në pikën e gilcës së kofshës. Marku, kapitulli 3. Dhe ai hyri përsëri në sinagogë, dhe aty ishte një njeri që kishte një dorë të tharë.
Dhe ata po e ruani nëse do ta shëronte ditën e shabatit, që pastaj ta paditnin. Dhe ai tha njeriu që e kishte dorën të tharë: "Çohu në mes të gjithëve." Dhe u tha atyre: "A është e lejueshme në ditët e shabatit të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë apo ta vrasësh?" Por ata heshtnin. Atëherë ai, si i shikoi rreth e qark me zemërim, i hidhëruar për ngurtësinë e zemrës së tyre, i tha atij njeriu: "Shtrije dorën tënde." Dhe ai e shtriu dhe dora e tij u rregullua e shëndosh si tjetra. Dhe farisejt dolin jashtë e menjëherë bënin këshill bashkë me Herodianët kundër tij se si ta vrasin. Dhe Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt detit, dhe një turmë e madhe nga Galilea i ndoqi, edhe nga Judea, edhe nga Jeruzalemi, nga Idumea, nga përtej Jordanit. Gjithashtu një turmë e madhe nga rrethinat e Tiros dhe të Sidonit erdhi tek ai kur dëgjoi çfarë ai bënte. Dhe ai u tha dishepujve të tij të kenë gati një bark për shkak të turmës që të mos e shtynte. Duke qenë se ai kishte shëruar shumë veta, të gjithë që kishin sëmundje dyndeshin rreth tij që ta preknin. Dhe frymërat e ndyra, kur e shihnin, binin përmbys para tij dhe bërtisnin duke thënë: "Ti je biri i Perëndis." Por ai i qortoi rreptësisht që të mos e bënin të njohur atë. Pastaj ai u ngjit në mal dhe thirrri pranë vetes ata që deshi, dhe ata erdhën tek ai. Dhe ai caktoi 12 që të rrinin me të dhe t'i dërgonte të predikojnë, dhe të kishin pushtet të shëronin sëmundjet dhe të dobonin demonët. Dhe Simonit ja vuri emrin Pjetër. Dhe Jakobit, birit të Zebedeut, dhe Gjonit, vëllait të Jakobit, u avuri emrin Boanerges, që do të thotë bi të bubullimës. Dhe Andrea, Filipi, Bartolomeo, Mateo, Thomai, Jakobi i Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Juda Iskarioti, i cili edhe e tradhtoi. Pastaj hyn në një shtëpi dhe u mblodh përsëri një turmë aq e madhe saqë as bukë s'mund të hanin. Dhe kur të afërmit e tij e morën vesh, shkuan ta marrin atë sepse ata thanë: "Nuk është në vete." Kurse skribët që kishin zbritur nga Jeruzalemi thoshin: "Ai ka Belzebubin dhe i dëbon demonet me kreun e demonëve." Dhe ai thirri pranë vetes dhe u foli me anë të shëmbëltyrave: "Si mundet që Satani të dëbojë Satanin? Dhe në qoftë se një mbretëri është e përçarë në vetvete, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. Dhe në qoftë se një shtëpi përçahet në vetvete, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Kështu nëse Satani ngrihet kundër vetes dhe është përçarë, nuk qëndron dot, por i vjen fundi. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e të fortit dhe t'ia grabit sendet e tij, pa e lidhur më parë të fortin, dhe atëherë mund t'ia grabit shtëpinë. Në të vërtetë po ju them se bijve të njerëzve do të falen të gjitha mëkatet dhe çdo blasfemi që do të thonë, po për atë që do të blasfemoj kundër frymës së shenjtë, nuk do të ketë falje përjetë. Ai është fajtor për dënim të përjetshëm, sepse ata thoshin: "Ai ka një frymë të ndyrë." Ndërkaq erdhën vëllezërit e tij dhe ëma dhe si ndaluan përjashtë ta dërguan ta tharrasin. Dhe turma ishte ulur përreth tij dhe i thanë: "Ja, nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe po të kërkojnë." Por ai u përgjigj atyre duke thënë: "Kush është nëna ime ose vëllezërit e mi?" Dhe duke vështruar rreth e qark ata që ishin ulur rreth tij tha: "Ja nëna ime dhe vëllezërit e mi, sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vëlla im, motra ime dhe nëna." Libri i Esterit, kapitulli 8. Po atë ditë, mbreti Asuero i dha mbretëreshës Ester shtëpinë e Hamanit, armikut të judeve. Dhe Mardokeu erdhi para mbretit, të cilit Esteri i kishte shpjeguar se ç'ishte ai për të. Kështu mbreti hoqi unazën që i kishte rimarr Hamanit dhe ja dha Mardokeut. Pastaj Esteri e caktoi Mardokeun mbi shtëpinë e Hamanit. Esteri foli akoma para mbretit, ra në këmbët e tij dhe ju lut me lot ndërsy që të pengonte komplotin e keq të Hamanit, Agagitit, dhe planin që ai kishte menduar kundër judeve. Atëherë mbreti zgjati skeptrin prej ari në drejtim të Esterit. Kështu Esteri u ngrit, mbeti në këmbë para mbretit dhe tha: "Nëse i duket mirë mbretit, në rast se kam gjetur hir në sytë e tij, në rast se çështja i duket gjithashtu e drejtë mbretit dhe në rast se gjej pëlqim nga sytë e tij, të shkruhet për të revokuar dokumentat e hartuara nga Hamani, biri i Hamedathas Agagitit, që ai shkroi për të shkatëruar judejt që janë në të gjitha krahinat e mbretit. Si do të mund të rezistoja në fakt duke parë fatkeqësinë që do të godiste popullin tim? Ose si do të mund të rezistoja duke parë shkatrimin e fisit tim?" Atëherë mbreti Asuero i tha mbretëreshës Ester dhe judeut Mardoke: "Ja, unë i dhash Esterit shtëpinë e Hamanit, dhe këto e vare në trekëmbësh sepse kishte dashur të shtrinte dorën e tij mbi judejt.
Ju vetë shkruani një dekret në favor të judejve në emër të mbretit, si t'ju duket më mirë, dhe vulloseni me unazën mbretërore, sepse vendimi i shkruar në emër të mbretit dhe i vullosur me unazën mbretërore është i prerë. Atëherë, më 23 të muajit të tretë, që ishte muaji i Sivanit, u thirrën sekretarët e mbretit dhe sipas gjithë atyre që Mardokeu kishte urdhëruar, ju dërguan shkrimë judejve, satrapëve, qeveritarëve dhe krerëve të 127 krahinave nga India deri në Etiopi, çdo krahine sipas shkrimit të saj, çdo populli sipas gjuhës së tij dhe judejve sipas shkrimit dhe gjuhës së tyre. Kështu ai shkroi në emër të mbretit Asuero duke vënë vulën me unazën mbretërore dhe i dërgoi dokumentet me anë të korrierëve që e ngisnin kuaj të shpejt të lindur nga kuaj të racës. Me anë të këtyre dokumenteve u jepej judejve në çfarëdo qyteti që të ndodheshin e drejta të bashkoheshin dhe të mbronin jetën e tyre, duke shkatëruar, duke vrarë dhe duke shfarosur tërë njerëzit e armatosur të çfarëdo populli o krahine që t'i sulmonin, duke përfshirë fëmijët dhe gratë dhe të plaçkisnin pasuritë e tyre në një ditë të vetme në të gjitha krahinat e mbretit Asuero, ditën e 13 të muajit të 12, që është muaji i Adarit. Një kopje e dekretit i shpallur si ligj në çdo krahinë duhej të nxirrej për të gjithë popujt, me qëllim që judejt ishin gati për atë ditë të hakmerreshin kundër armiqve të tyre. Kështu korrierët të hipur mbi kuaj të shpejt u nisën të nxitur dhe të shtypur nga urdhri i mbretit, dhe dekreti u nxorr në qytetin e Suzës. Mardokeu doli nga prania e mbretit me një rrobë mbretërore të purpur dhe prej liri të bardhë, me një kuror të madhe prej ari dhe një mantel prej pëlhure liri në ngjyrë të kuqe flak. Në qytetin e Suzës dëgjoheshin britma gëzimi dhe ai ishte në fest. Por judejt ishte dritë, gëzim, gaz dhe lavdi. Në çdo krahinë dhe në çdo qytet, kudo që arrinte urdhri i mbretit dhe dekreti i tij, për judejt kishte gëzim dhe ngazëllim, gosti dhe ditë të lumtura, dhe shumë nga pjesëtarët e popujve të vendit u bën judej, sepse tmerri i judejve kishte zënë. Romakëve, kapitulli 3. Cila është pra përparësia e judeut, ose cila është dobia rreth prerjes? E madhe në çdo mënyrë, para se gjithar sepse thënjet e Perëndis ju besuan atyre. Ç'të thuash atëherë? Në qoftë se disa nuk besuan, mosbesimi i tyre do ta hedh poshtë vallë besnikrinë e Perëndis? Kur mos qoftë. Përkundrazi, qoftë Perëndia i vërtetë dhe çdo njeri gënjeshtar, siç është shkruar, që ti të dalësh i drejtë në fjalët e tua dhe të fitosh kur të gjykohesh. Por në qoftë se padrejtësia jone vën në padrejtësinë e Perëndis, çdo të themi, Perëndia i qen nga i padrejt kur shfren zemrim? Flasi njeri. Kur mos qoftë, sepse atëherë si do ta gjykonte Perëndia botën? Prandaj, në qoftë se me anë të gënjeshtrësime e vërteta e Perëndis e lartëson lavdinë e tij, përse unë gjykohem ende si mëkatar? E përse të mos themi si disa që duke blasfemuar pohojnë se ne themi të bëjmë të keqen që të vijë mira? Dënimi i këtyre është i drejtë. E çfarë pra? A kemi ne ndonjë epërsi? As pak. Sepse e kemi treguar që parë se si judejt ashtu dhe greket janë të gjithë nën mëkat, siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një, nuk ka asnjë që të kuptojë, nuk ka asnjë që të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Gryka e tyre është varr i hapur, me gjuhët e tyre kanë thurur mashtrime, ka helm gjarpërinjsh nën buzët e tyre. Goja e tyre është plot mallkim dhe hidhsi. Këmbët e tyre janë të shpejta për të derdhur gjak. Në udhët e tyre ka rënim dhe mjerim, dhe nuk e ka njohur udhën e paqes. Nuk ka frikë Perëndie para syve të tyre. Por dim se sa thot ligji, e thot për ata që janë nën ligj, me qëllim që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota të bëhet fajtore përpara Perëndis, sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet para tij përmes veprave të ligjit, sepse me anë të ligjit vjen njohja e mëkatit. Por tani, e ndarë nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndis, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët. Madje drejtësia e Perëndis nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis, por janë drejtësuar falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore nëpërmjet besimit në gjakun e tij,
për të treguar kështu drejtsinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë, për të treguar drejtsinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe drejtësuesi i atij që beson në Jezusin. Ku është pra mburrja? Është përjashtuar. Nëpërmjet cilit ligj? Të veprave? Jo, por nëpërmjet ligjit të besimit. Ne pra konkludojmë se njeriu është i drejtësuar nëpërmjet besimit ndar nga veprat e ligjit. A është vallë Perëndia vetëm judejve? A nuk është edhe i kombeve? Po, edhe i kombeve, sepse ka vetëm një Perëndi që do të drejtësojë të rrethprerin prej besimit dhe të pa rrethprerin nëpërmjet besimit. A e shfuqizojmë pra ligjin nëpërmjet besimit? Kështu mos qoftë, përkundrazi, e përforcojmë ligjin.